hap takimin e 285 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po, në takim prezent janë 5 antarë, kështu që konstatojmë që kemi kuram për me vazhdu punimet. Ju falenderit. Para se të kalojmë tek rendi i ditës, të nderuar antarë të Këshillit, të pranishëm, para se me kalu me shqyrtimin e rendit ditës, unë e vlerësoj të nevojshme të theksoj shkurtimisht kontekstin institucional dhe juridik në të cilin po zhvillohet kjo mbledhje. Rendi i ditës i kësaj mbledhje është përpiluar në dakordim të plot ndërmjet antarëve të Këshillit në fazën përgatitore me qëllim të sigurimit të një procesi të rregullt, të koordinuar dhe institucionalisht të qëndrueshëm. Pas mbledhjes së kaluar, është krijuar një rrethonë e re juridike përmes aktgjykimit të Gjykatës Supreme lidhur me rregullorën që rregullon procedurën për zgjedhjen e antarit prokuror të Këshillit. Ky zhvillim prodhon pasoja të drejtpërdrejta në funksionimin institucional të Këshillit dhe duhet të merret në konsiderat në veprimtarinë e tij të mëtejme. Në të njëjtën kohë, është fakt që çështjet të caktuara të ndërlidhura me këtë proces mbeten objekt i procedurave gjyqësore në zhvillim. Për këtë arsye, çdo veprim institucional duhet të zhvillohet me kujdes të shtuar juridik dhe me respekt të plotë të ndarjes kompetencave ndërmjet organeve. Dua të theksoj se që nga mbledhja e parë e Këshillit, ushtrimi i rolit të kryesuesit është zhvilluar brenda kufijve të kompetencave procedurale të përcaktuara me ligj, me qëllim të garantimit të respektimit kornizës ligjore dhe të vendimarrjes kolegjiale. Të gjitha çështjet janë trajtuar në kuadër të forumit të Këshillit, ndërsa vendimarrja ka qenë dhe mbetet kompetencë ekskluzive e antarëve të tij përmes votës. Qasja e ndjekur ka qenë dhe mbetet e bazuar në ligj, në përgjegjësinë për ruajtjen e stabilitetit institucional dhe në parimin e sigurisë juridike. Roli im në këtë fazë është strikt procedural, të siguroj zhvillimin e rregullt të mbledhjes dhe respektimin e kornizës ligjore dhe procedurale, ndërsa vendimarrja i takon ekskluzivisht Këshillit si organ kolegjial përmes votës së antarëve të tij. Ndryshimi i rrethonave juridike dhe përgjegjësia institucionale e Këshillit kërkojnë që trajtimi i çështjeve të bëhet në mënyrë të matur, të ligjshme dhe në funksion të stabilitetit institucional dhe sigurisë juridike. Me këtë kuptim propozoj të vazhdojmë me shqyrtimin e rendit të ditës. Si pikë të parë kemi miratimi i rendit të ditës. Ordani. Faleminderit kryesues, para se të kalojmë në rendin e ditës, desha të them disa fjalë për rendin e ditës, pastaj proceduralisht kalojmë në pikat e rendit ditës, sepse konsideroj se tash është momenti dhe koha e duhur për deklarimet eventuale të antarëve të Këshillit sa për këtë rendit ditës. Njëherë nderuar ushtrues i detyrës si kryeprokurorit të shtetit, nderuar kolega antarë të Këshillit, nderuar përfaqësues të mediave, shoqërisë civile dhe të organizatave që mbështesin dhe përcjellin punën e Këshillit. Kërkoj falje sepse sot jam me gjendje gripoze dhe si pasojë e kësaj më është ndryshu paksa edhe zëri. Sot është dashur të jetë një takim normal i Këshillit, ku do të trajtoheshin dhe vendoseshin çështjet që janë të natyrës urgjente, por konsideroj se asesi nuk do duhet që të përfshihej çështja e certifikimit kandidates për antarët e Këshillit e zgjedhur nga prokuroria themelore me datën 9 nëntor 2025. Pozicionimi im kundër certifikimit sot është i shtyrë vetëm mbi bazën e parimit ligjshmërisë dhe jetësimit të vendimeve gjyqësore. Unë jam për konstituimin e Këshillit, siç e kam thënë edhe në takimet paraprake, mirë po vetëm në fazat të një procesi të ligjshëm. Ne gjithë e dim se pikërisht në përbërjen e kaluar të këtij Këshilli me shumicë votash ishte marrë një vendim për mos certifikimin e kandidates për shkak të pretendimit për shkelje të kryera para, gjatë dhe pas procesit zgjedhor.
Ky vendim I Këshillit është atakuar nga kandidatja përmes padisë administrative dhe gjykata për këtë çështje ka vendosur që vendimi për mos certifikimin e saj të pezullohet. Ju lutem, keni vëmendjen se vendimi I gjykatës themelore Departamenti për çështje administrative me shenjen ANR 4224 thyje për 2025 I datës 26 dhjetor 2025 në pikën 2 kanë konstatuar shprehjesisht se Këshillit I ndalohet të ndërmerrë çdo veprim lidhur me objektin e padisë, pra vendimin lidhur me procesin e certifikimit deri kur gjykata të merr një vendim tjetër meritor për çështjen. Siç e dim të gjithë, kjo gjykatë ka caktuar seancën për këtë çështje administrative pas nesër, pra me datë 18 shkurt 2026. Tani lindin disa pyetje të thjeshta. Cila është arsyeja që u prit më shumë se 2 muaj për këtë proces e tani nuk mund të pritet edhe për pak ditë? Cila është arsyeja që të mos I bindemi vendimit gjyqësor, që ka vendosur masë të përkohshme? Pse të mos pritet vendimi I gjykatës për këtë çështje që tani më është çështje e pak ditëve? Pse vihet në pikpyetje siguria juridike e veprimtarisë së Këshillit përmes vendimeve të ndryshme të kundërthënëse, ku njëri nuk e certifikon rezultatin zgjedhor e tani një tjetër tenton të certifikojë këtë rezultat? Unë në këtë pyetje dhe në pyetjet që I parashtrova nuk kam përgjigje, por e di që çdo tentativë për ta kaluar këtë çështje tutje ende pa vendosur gjykata do të jetë shembull I keq se si vepron një organ kolegjial pjesë e sistemit drejtësisë. Lutem edhe pak keni vëmendjen dhe durimin. Pikërisht për të evituar pasojat, gjykata ka vendosur masën e sigurisë së përkohshme. Unë konsideroj se vetëm trajtimi I kësaj çështje mund të përbëjë vepër penale, e unë nuk jam I interesuar që si prokuror dhe si njeri të hyj në këtë zonë. Për këtë shihni dhe analizojeni në detaje nenin 394 të kodit penal, në cilin është parapar vepra penale e mos ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Këshilli po tenton që të certifikojë një proces zgjedhor që e ka të ndaluar me vendim të gjykatës. Certifikimi si I tillë përbën të I kalim të vullnetit mirë dhe parimit të diskrecionit të vendosjes së çështjeve. Certifikimi I tillë I kundërligjshëm dhe I parakohshëm aktualisht mundson tërheqjen e kandidatës nga kërkespadia, duke pamundsuar gjykimin e çështjes në meritat e saj dhe pamundësinë për ta ditur se kush vërtet pati të drejtë për këtë proces. Ne po ashtu e dim se Gjykata Supreme, siç e përmendi edhe ushtruesi I detyrës së kryeprokurorit, me akt gjykimin PA ndër 35/2025 datës 3 shkurt 2026, tani më ka vendosur për padin që një medium e kishte parashtruar ndaj rregullorës për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial, duke refuzuar kërkespadin për shkak të mungesës së legjitimitetit aktiv të padicit. Këto procese, pra rregullorja në njëra anësi dhe certifikimi në anën tjetër, natyrisht janë të ndërlidhura, por nuk janë e njëjta çështje. Për rregulloren kemi përgjigje, por për vendimin për mos certifikimin nuk kemi akoma përgjigje nga gjykata dhe vendimi I gjykatës na detyron që të presim. Unë kam deklaruar që nuk do të jem asnjëherë pengesë e punës së Këshillit, por gjërat si po tentohen të kalohen duke mos I respektuar vendimet gjyqësore, për dallim nga e kaluara kur vendimet gjyqësore pavarësisht si kanë qenë, ky Këshill I ka njohur, u është bindur dhe I ka zbatuar. Unë kam drejtë të arsyeshme që Këshilli po tenton të hyjë në një zonë të palishmërisë, por personalisht nuk dua të jem pjesë e veprimeve që shkelin ligjin, nuk u bindem vendimeve gjyqësore dhe e lëkundin në thelb sigurinë juridike. Për arsye të thëna, unë nuk do të jem pjesë e vendimarrjes në pikën e certifikimit pa vendosur këtë çështje gjykata, në të kundërtën do të jemi detyruar që të lëshoj takimin në mënyrë që të mos bëjmë pjesë e këtyre shkeljeve serioze. Përfundimi im juridik dhe logjik është që pika e parë e rendit ditës e propozuar në agjendë është e parakohshme dhe nga konteksti rrethonave aktuale është e kundërligjshme aktualisht, andaj duhet shtyhet për trajtim në një takim tjetër vetëm pasi që për këtë të vendos gjykata. Faleminderit. Faleminderit Milot. Ka dikush tjetër që do të marrë fjalën? Faleminderit kryesues. Atëherë po shihet që nuk ka një dakordancë ashtu siç jemi dakorduar më herët. Miloti lexoi një fjalë ti që më boni përshtypje e para kur ju referu masës së sigurisë. Le ta lexon edhe një herë për korrektësi, thet objektin e padisë. Objekt I padisë është pikërisht fakti që ndalon Këshillin
mos me zhvillu edhe një proces tjetër ku i mohohet e drejta një kandidatë fituese. E para. E dyta, ky këshill dhe këta anëtar, për cilën e falenderoj kryesuesin, na ka thirrë në një takim koordinues dhe jemi dakordu për këtë agjendë. Dhe ajo që thatë ju nuk bën pjesë e veprimeve të kundërligjshme, unë mendoj që ti tash me je pjesë e veprimeve të kundërligjshme. Veprimi kundërligjshëm i yt i ka qenë ardha juaj mas pore në këshill, në ne. Veprimi kundërligjshëm ka qenë vendimi kur pa kurom keni shkarkuar ushtruesin e detyrës. Këto nuk pi tham unë që janë të kundërligjshme, janë vendime gjyqësore, të instanca më të larta gjyqësore. Edhe vendimi tjetër i kundërligjshëm është caktimi i ushtruesit e detyrës po ashtu pa kurom. Prandaj hapja këtyre temave, hapja e këtyre diskutimeve tani pas një dakordimi paraprak, del tjetë e qëllimshme, taktike, tendencioze, nuk ka problem. Ne edhe ashtu presim edhe 2 ditë, kur është seanca gjyqësore, megjithatë, kur të përfundon edhe niveli themelor, kur do të shërtohet edhe në merit çështja. Çka tani tutje? Çka tutje, për shembull me juve personalisht, ku gjitha veprimet e juja kanë qenë në qëllim ose në drejtim të pengimit të ushtrimit funksionit mandatit një anëtar të ri të zgjedhur të Këshillit. Prandaj, i nderuar ushtrues detyre i Kryeprokurorisë Shtetit, do të ishte mirë të vazhdojmë konsenzusin që kemi nisë, në të kundërtën nuk ka kurrë problemi, edhe ndërprejmë takimin, edhe presim gjykatën, po epilogun e gjykatës unë e di që edhe Miloti e din cili do të jetë. A bën kryesues se me qenë se mu përmend emri, po një për obligim. Urdhani. Faleminderit kryesues. Nuk po du të replikoj me Visarin, mirë po më detyron me i thonë disa përgjigje për arsye se ngriti disa çështje që nuk përkojnë fare me realitetin. Është e vërtetë që jam deklaruar se nuk do të pengoj punën e Këshillit, mirë po ju lutem vetëm tregoni se cila është ajo rrethon ligjore dhe faktike në cilën ne mund të vazhdojmë dhe të certifikojmë një kandidat që ka dalë nga një proces zgjedhor e për cilën gjykata ka vendosur mos. Sa i përket çështjeve të interpretimit, kjo, siç e dini, është ky vendimi, le ta shohin edhe media dhe ata që përcjellin punën e prokurorisë, tash pas takimit do t'ju jap edhe nga një kopje edhe të fjalimit edhe të vendimit gjyqësor. Në pikën 2 saktësisht gjykata ka vendosur mos sigurie pikërisht për të mos pas pasojat të tjera. Unë veçanërisht pjesës prokurorëve ne të treve ju bën thirrje që ta analizoni mirë nenin 394, ndërkohë ata që nuk janë prokuror, le të vendosin vetë se si do të veprojnë. Se i përket ardhjesime që përmendi Visari, unë kam marrë në një proces të rregullt me votat e shumicës së kolegëve prokuror dhe nëse dikush ka pas dilema ose pa kënaqësi, ka mundur që të inicoj mjetet juridike dhe me siguri se kishte me marrë përgjigjen. Për dallim prej Visarit që tha se unë e di cili do të jetë vendimi i gjykatës pas nesër, unë nuk e di. Unë nuk e di, as nuk tentoj, as nuk i paragjykoj vendimet. Ndoshta do të jetë pozitiv, ndoshta negativ. Sido që tjetë, ne duhet me pranu edhe duhet me fut edhe me jetësu atë vendim. Por, se cili do tjetë vendimi unë për dallim prej Visarit, unë atë nuk e di. Çështje tjetër, nuk kam as një taktik, nuk kam as një tendencë, por thjesht jam i thirrur që e përmenda edhe në fjalën time, thellësisht nga parimi i lishmërisë dhe sigurisë juridike, unë po konsideroj kështu, urej të jem gabim, po mendimi dhe qëndrimi im është personal dhe i bazuar vetëm këto rrethona ligjore, e asesi në ndonjë rrethon tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Se mundem shkurt. Urdhani. Nderuar ushtrues detyre Kryeprokurorit të Shtetit, njëherët edhe kryesues i këtij takimi, të nderuar anëtar, të nderuar të pranishëm. Sinqerisht, ne edhe në takim jo formal kemi diskutuar këto çështje që ngriti kolegu Milot, pa dashur të kryej polemika, nuk i kemi, domethënë, ngrit fare atje sepse kanë qenë edhe objekt për mi diskutu, jemi pajtu këtë për diçka tjetër për shkak edhe jemi ardhur sot këtu. Sidoqë të jetë, duhet të theksoj shkurt. Ne sot me rastin e certifikimit si pikën e ditës që është sot këtu, po e bëjmë pikërisht atë që kandidatja ka kërkuar nga gjykata ta bëjë. Pra që t'ja siguroj të drejtën e saj ligjore kushtetuese për
ta certifiku pas procesit të votimit që është konsideruar edhe si rregullte ligjore, transparente, kredibile gjithë ato. Pra, po përmbushim një detyrim para se gjykata na detyroj. Vendimi për mos të përkohshme nuk duhet të shona vendime sepse jam nga ata jurista që komentoj vendimet e gjykatës, po pikrisht e siguron kërkesëpadinë. Cila është kërkesëpadia? Do të thonë, diçka që ajo pe siguron të drejtën e saj për të qenë anëtare bazuar në rezultatin e zgjedhor që ka pas. Prandaj me vetë faktin e certifikimit të saj, bie edhe kërkesëpadia, bie edhe masa përkohshme se s'kan objekt trajtimi fare më. Unë ka të drejtë secili, edhe të flasë, edhe të mendoj, edhe të veproj, edhe të votoj krejt në fund. Unë kisha thonë që të shkojmë me miratimin e rëndit ditës, shkojmë tutje, pastaj të secila pikë kur ti trajtojmë, secili edhe mund ta paraqet, domethënë pozicionin e tij, nëse do të jetë për, kundër apo abstenim me gjithçka tjetër. Po konsideroj që nuk kemi asnjë pengesë që shkojmë tutje. Faleminderit. Faleminderit Arjan. A ka dikush tjetër? Morë fjalën. Pasi që u hap diskutimit tash për të gjithë anëtarët e Këshillit, po e jap në votim propozimin e anëtarit Milot Krasniqi lidhur me shtyrjen, si e kuptova në ashtu, shtyrjen të kësaj mbledhje apo pikës randit ditës. Po, pikës randit ditës. A ishte ashtu, Milot? Po, Kryesues, faleminderit sërish për fjalën. Unë, siç e ceka në fjalën e rastit që kam përgatitur për këtë takim, propozimi im është që të largohet pika e certifikimit si e parakoshme dhe aktualisht e kundërligjshme. Pas nesër potencialisht gjendja më ndryshoj dhe ne do detyrohemi edhe nëse do të mbajmë një takim të jashtëzakonshëm brenda ditës që ta fusim në agjendë, por sot për arsye që i ceka kërkoj që të largohet me mirëkuptimin dhe votimin dhe pajtimin e të gjithëve. Ndryshe, nëse kjo çështje mbetet dhe kalon, unë nuk do të jem pjesë as e vendimarrjes as e quorumit që mundson kundërligjshëm këtë pikë. Faleminderit. Faleminderit Milot për qartësimin. Atëherë e japim për votim. Kush është për largimin nga randi i ditës, ashtu ishte më duket propozimi, të kësaj pike lidhur me certifikimin. Për. Kush është kundër? Atëherë, me një vot për dhe 4 kundër, propozimi i anëtarit Milot Krasniqi nuk kalon. Tash kalojmë në... Mirë, më falë kryesues, me qenë se kjo çështje nuk pati mirëkuptimin edhe të jujt si u thëhet si seancës konstituive edhe i anëtarëve kolegë, unë ndihem i detyruar që të lëshoj takimin e Këshillit dhe nuk dua që të përfshihem në pika tjera. Ndërkaq sa i përket kësaj pike, sa i përket pikave tjera mbetem në dispozicion dhe vetëm më njoftom dhe do të kthehem sigurisht. Faleminderit. Konstatojmë që pas largimit të anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, zotit Milot Krasniqi, tani jemi të pranishëm vetëm 4 anëtar, ashtu që sipas ligjit nuk kemi quorum dhe nuk mund të vazhdojmë mbledhjen. S'ka quorum, kuptoj, s'ka vendimore. Vetëm po kërkoj që mbledhja të thirret pas një ore, konform nenit 19, paragrafi 3A, në rast të mos pjesëmarrjes vazhdueshme të anëtarit të Këshillit në takimet e Këshillit, iniciohet procedurë disiplinore ndaj anëtarit. Përjashtimisht nga dispozita tjera të ligjit, quorumi i Këshillit në këtë raste dhe në raste tjera të mos pjesëmarrjes së vazhdueshme të disa anëtarëve të Këshillit formohet me së paku 4 anëtarë të Këshillit. Unë konsideroj që propozimi kolegu u largu nga salla pa asnjë arsye dhe e mori atë barrën, le të themi, kryesore të mos certifikimit.
Në anën tjetër, na paralajmëroi që na anëtarët prezent mund të hyjmë në një zonë penale, sipas tij sepse ka një proces gjyqësor, po të kishte një prokurori sot, do të mirrej pak me kolegun këtu, sepse kolegi është pikërisht personi të cilët i ka votuar për vendime të kundërlidhshme, të cilat, siç e thash, i ka konstatuar gjykata supreme. Por, vetëm një fjali kryesues, kërkoj mirëkuptimin tuaj. Tash e mira kësaj pune është që bllokuesi u pa edhe vazhdoi jashtë. Unë ty të falenderoj për takimin konsultativ që kemi pas dhe tash si duket shtafetën e pengesës e ka marrë dikush tjetër. Po, se di mas unë po jap mundësinë se jam garanti i zhvillimit procedural mirë, po pas konstatimit që nuk ka quorum, se di sa është. Po, okej. Faleminderit kryesues. Përshëndetje nderuar o kryeprokuror i shtetit, të nderuar kolegë, të nderuar media, përfaqësues shoqërisë civile. Fillimisht më lejoni që të uroj festën e pavarësisë të Republikës së Kosovës, t'ju dëshiroj shëndet gjithë juve. Unë vetë doja ta bëja një digresion të këtij takimi, ku ne pesë jemi ftuar në një takim konsultativ dhe një zëri përfshirë edhe kolegun Milat, kemi qenë të dakorduar për këtë rend të ditës dhe për mua është befasuese kjo frym, kjo vazhdim, kjo mënyrë e komunikimit ton të përbashkët. Ajo që u deklarua lidhur me shkelet të cilat mund na çojnë edhe në vepër penale, unë i marr si të natyrës jo të mirë fillt dhe do doja të mos vinin nga një antar i Këshillit. Prandaj kryesues, faleminderit për takimin konsultativ fillimisht, por edhe për takimin e sotëm. Mbesim me shpresën që ditëve në vijim tek ne do të bëhet zgjidhje dhe do të plotësohet Këshilli edhe me antarin e radhës që do të vijë. Faleminderit shumë. Faleminderit i nderuar. Por mos më quaj mirë kryesues, në emër tim, po kërkoj edhe mbështetjen e dy kolegëve që ta dërgoj sekretariatit të dërgoj ftesë zyrtare për takimin e radhës në ora 13. Ju lutem. Tani pas gjitha diskutimet dhe aspektet procedural, takimi sot mbyllet.